أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم عز وجل falënderojmë salavat dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me komentimin e fjalëve të Allahut azza wa jall, ku sot ndalemi në ajetin numër 35. Në javën e kaluar në ajetin numër 33 dhe 34 treguam se Allahu azza wa jall në mesin e gjërave dhe krijesave që ka përzgjedh dhe në mesin e pejgamberëve ka përzgjedh dhe ka dalluar dhe disa familje, në mesin e këtyre familjeve Allahu te baraka ve taala me urtësinë e vet përmend edhe familjen Alu Imran, familjen e Imranit. Në gjuhën arabe emri Imran është për meshkuj, emër mashkullor. Edhe pse në gjuhën shqipe tek shqiptarët përdoret emri Imran edhe për meshkuj edhe për gjinin femërore. Por në Kur'an emri Imran është për qëllim baba i Merjemes radiallahu anha. Baba i Merjemes e ka pas emrin Imran. Merjemja radiallahu anha është nana e Isës a.s. Pra gjyshi i Isës a.s. e ka emrin Imran. E Allahu azza wa jall familjen e Imranit përmend Kur'an se e ka dalluar. Dhe kjo sure pikërisht shkaku i këtij tregimi të familjes Imran e ka emrin Alu Imran. Surat Alu Imran, suraja e familjes Alu Imran. Fjala Alu Imran do thotë familja Imran. Suraja e familjes Imran. Në ajetin numër 35, Allahu te baraka ve taala tregon për një premtim që ja jep Allahu azza wa jall nana e Merjemës radhiyallahu anha. Nana e Merjemës radhiyallahu anha e ka pas emrin Hanna, kurse baba i Merjemës e ka pas emrin Imran. Nana e Merjemës Hanna radhiyallahu anha i drejtohet Allahut azza wa jall dhe ja besën Allahut azza wa jall për një çështje të caktuar. Shkaku dhe sebepi ishte ky. Baxhanaki i Imranit ka qenë Zekaria a.s. Pra motra e Hannës ka qenë e martuar për pejgamber, për Zekerian a.s. që i bje se buri i tezës Merjemës radhiyallahu anha ka qenë pejgamber Zekeria a.s. Zekerian a.s. Merjemja radhiyallahu anha e ka pas bërë tezë. Ndërlidhet historia me këtë ndodhi dhe këto është zanafilla se pse e jep këtë premtim Hanna nona e Merjemës karshi Allahu te baraka ve taala. Dhe Ummu Yahya, gruaja e Zekerias, se kështu e ka pas llaqapin, se djali i Zekerias a.s. e ka pas emrin Yahya, dhe Yahya ka qenë pejgamberi i Allahut. Ummu Yahya pra motra e Hannës sot ka pas fëmijë, kurse Hanna nuk ka pas fëmijë dhe thuhet se një kohë të gjatë në martesën e saj s'ka pas fare e vlat. Dhe gjithnjë ka lakmu tek motra e saj kur e ka pa me fëmijë duke lujt, duke ndet, normal sikurse nona me e vlat, me fëmijë duke përkthele, duke u përkujdes për të, duke përqafu, duke lakmu, dhe këto janë elemente dhe gjëra që mund t'i vërejnë vetëm nonat. Por nga ana tjetër, këtë më së miri e vërejnë nonat që s'kanë fëmijë, që lutim Allahun çdo non, çdo motër tonën që është e sprovuar me këtë sprov Allahu sa më shpejt ta gëzon me evlat. Ky Zot i madh ka fuqi të madhe që çdo besimtarës t'i jep Allahu evlat kur ajo t'i drejtohet Allahut me lutjet e saj. Dhe Hanna
lakmonte gjithnjë në motrën e vetë, kër e shifke se sa mira jo, po ka me gushe vlatë. Sprov që nuk e din njerëzit që kanë e vlatë, këtë sprov më smire e merë vesh dhe kupton aj që s'ka e vlatë. Por t'jenë të bindur gjitha ata që nuk kanë e vlatë se Allahu, me këtë sprov atyre vlezërve dhe motrave që janë sprovu, u alartëson gradat në dënjojnë ahiret. U angrit gradat në dënjojnë ahiret. Dhe Zoti, me urtësinë e vetë, të bareke vë të ala, si cëllin në formë dhe në mënyrën e vetë, e ka dërgu nga një sprov. Ja që ka dashtë Allahu që dikush me qeni sprovum, mës me pas e vlatë. Edhe Hanneja, nona e Merjemës, nuk ishte e vlatë. Derisa një ditë duke qëndru, thuhet, në afërsi të Mesjidul Aksas, si që përmend këtë transmetim Ibn Kathiri, rahimahullah, në librin e tij, në tefsirin e Kur'anit madhështor, thot, Hanneja e pa një bilbil duke ju afru dhe duke i dhënë ushqim zogut të vogël. Dhe lakmoj. Dhe tha në vete, sikur se edhe une të kisha pas fatin dhe mundësin që vladin tem të vogël një ditë prej ditëve edhe unë ta ushqej. Edhe unë ta ushqej dhe ta kem këtë mundësi që këtë knatësi me ushqje vladin ta shijej edhe unë. Dhe subhanallah, çdo i ri që martohet, këtë tregim nuk e kupton mirë derisa Allahu t'i jep vlat. Dhe s'mund ta kuptoje knatësinë dhe gëzimin e nonës kur ajo për herë të parë i ka dhënë me pi apo me hongër e vladit të vet. Dhe realisht e vladi, sipas disa dietarëve, nuk ja din kimetin dhe respektin nivelin e dur nonës dhe babës së vet derisa të bone vlat të vet t'ja kthejnë fjalën. Çfarë më smire e merr vesh se çfarë kimeti dhe çfarë vlere ka nonë. Se kupton se vladi brenda një çastit për një gjë shumë banale, gjitha ato net e ditë e kujdesje me vite, ja hedh poshtë. Dhe kje e kupton më smiri se çka ka bo gabim me nonën dhe babën e vet. Allah gjithve na vedisoft e na udhëzoft. E Merjemja, radiallahu anha, e lutja Allahu në azvëgjët që Allahu t'jep e vlat. E pastaj thot Allahu azvëgjët, idh qalet imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. E kur Allahu azvëgjët, në atë natë që bëri dua Merjemja, radiallahu anha, dhe pati marrëdhënie intime me Imranin, me burin e vet, Allahu atë natë ja pranoi duan dhe atë natë mbeti me havale. Merjemja atë natë mbeti me havale. Allahu aty për aty ja pranoi dua. Dhe pas një periudhe kohore Merjemja vërej se është me havale. Vërej se është atzon. Dhe i drejtohet Allahu azza wa jall me një lutje që Allahu e përmend Kur'an. Idh qalet imra'atu Imran. Thot Allahu te baraka wa taala dhe përmend edhe tregoja ummetit don to pejgamberi jam o Muhammed momentin kur tha bashortja e Imranit. Hanneja. Përkujtoj këtë moment dhe tregova ummetit tënd këtë tregim. Më vjen keq para ata që dulën edhe nuk patën mundësi me ndëgju këtë tregim. Ahsanul qasas, tregimet më të mira, çto janë? Allahu azza wa jall për këto tregime thot Kur'an, këto janë ahsanul qasas, këto janë tregimet më të mira. Këto janë tregimet që ta kënaqin zemrën. E të japin mësime, por ose këto janë jetë e ummeteve që kanë qenë para nesh që janë frymëzim për neve si me jetu. Me kuptu çdo non që s'ka pas evlat, se si e vetmja.
Dhe se Allahu te bareke ve taala nuk ka sprovu me këtë sprov se ti je e keqe. Se dhe Hanne ka qenë një besimtare e devotshme, po e ka pas këtë sprov. Ja që shembulli. Edhe ka lakmu, edhe ka mallzu, edhe ajo e ka pa motrën e vet me evlat, vetë s'ka pas me vite, dhe thut pleqëri e ka lind Merjemi. Thut vonë e ka lind Merjemi sipas disa komenteve që përmend Ibn Kathiri, Imam Taberiu dhe kështu me radhë. Dhe Hanneja, Allahu dëshmon në Kur'an se i drejtohet Allahut Azza wa Jall me një premtim. Ban nedhër. I premton Allahut Azza wa Jall. Dhe këtë premtim ja jep Allahu thënë dietar kur e lind fëmijën se është i gjallë. Kur vërtetohet se fëmiu fetusi është i gjallë, se foshnja më do thotë ka lëvizje, atëherë i premton Allahut Azza wa Jall. Se ka mujt me dhënë premtimin edhe më herët, se e ka kuptuar se është me havale, prej më herët. Por jo, u ka vërtetu se kjo foshnja është e gjallë. Është vërtetu se i ka ardhur shpirti. Dhe atëherë, ja jep Allahu Azza wa Jall një premtim dhe thot inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Thot o Allah, unë premtoj, t'jap fjallën dhe besën ty, o Zot, se këtë foshtin që e kam në barkun tem, kur do t'linde, ka me lanën e enkas në shërbimin e shtëpisë tënde Mesjidul Aksas, fataqabbal minni. Plus o Zoti jam që ta pranojsh prej meje këtë dua dhe këtë kërkesë edhe këtë premtim që jam duke bo për ty. Subhanallah, muharraran, thënë dietarët, e para herë nedhër është mi premtu Allahut Azza wa Jall që nëse ndodh diçka, ka me bo kështu. Kjo premtoi Allahut Azza wa Jall se kur të lindë fëmia e saj, se fëmijën e saj do ta lënë në shërbim të Mesjidul Aksas. I premtoi Allahut Azza wa Jall. Dhe muharraran, domthon ka me lënë këtë fëmijë në shërbim të Mesjidul Aksas. Kita qele, ta mshele, ta pastrojë, ta rregullojë, ta adhurojë Allahun Azza wa Jall dhe të përkujdeset për Mesjidul Aksa. Premtimi i Hannes, shifeni, kjo është në veçanti një porosi shumë e madhe për gjithë njerëzit që marrin përsipër me u përkujdes për xhamia. Se kjo ka qenë traditë e besimtarëve dhe besimtarëve të mëdhaja. Dhe njerëzve të mëdhej, devotshëm. Kam ndi vetën privilegjum me qenë shërbetor shtëpiave të Allahut Azza wa Jall. Me qenë odbor, këshill xhamia. Me qenë kujdestar dhe me garu në përkujdesin e shtëpiave të Allahut te bareke ve taala. Dhe ky tregim përmendet dhe Hanneja e përmend këtu se ja jep besën Allahut Azza wa Jall se po të lindë fëmia, këtë fëmijë, këtë foshnjë ka me lënë në shërbim të Mesjidul Aksas. Shifeni s'ka pas e vlad me vite, edhe jep besën Zotit se kur të linde ky fëmijë ka me lënë në shërbim të Mesjidul Aksas. Ka me lënë në për kujdesit të Mesjidul Aksas. Jo ta mboj fëmijën për vete të shërbeje Hannes, që nona e cila s'ka fëmijë, edhe pas një kohë shumë të gjatë, kur t'i jepet një fëmijë, çka ëndron ajo? Ajo ëndron që mpleçni ky fëmijë për kujdesit për nonën edhe për babën. Kjo tha jo të për kujdesit për mua. Ka me lënë këtë fëmijë dhurat, hedijet për kujdesit për shtëpinë e Zotit, për Mesjidul Aksa. Se ajo ka jetu në Palestinë, Mesjidul Aksa, që lusim Allahun ta çliron
atë vend nga njollat dhe fllësirat aktuale. Subhanallah, çfarë imani e çfarë bindje. Me vite ka prit një evlat, është lut, dhe qatë vetëmin fëmijë e lën në shërbim të xhamisë, në shërbim të Bejtullahit. Me kuptu gjithë na se si du të edukojmë fëmijët tonë që t'jenë të lidhur me shtëpiat e Allahut azza wa jalla. Që gjithë me eduku evlat që secilët mundot të kontribon në shtëpiat e Allahut. Kjo ka qenë dhe është tradita e njerëzve të devotshëm. Që mos me lënë punën vetëm në ata që zyrtarisht e kanë marrë detyrën. Ato Allahu është problem dhe xhenet lumit ata, por edhe secilit mundohet të merr një hise nga bara e tyre. E shën një bërllak, e shën një faturë pa paguajt, e shën një dritë të dhëzt, të prisht, të kallt, e shën një diçka të grisun, thime, e kompenzon, e rregullon. Se kjo është tradita e burrave të mirë dhe muslimaneve të mira. Ka qenë dhe mbetet, normal her pas here zbehet. Muharraran, thot, shifenin dua, thot, tja bese se këtë fëmijë ka melon shërbim të Mesjidul Aksas, muharraran dhe puna e këtij ka me qenë vetëm mu përkujdes për Mesjidul Aksa. Hur i thënë të lirit. Muharrar, thot, Hanneja, i drejtohet Allahut, thot, pre ketëve punëve dunjos ka me liruat, ka me angazhu vetëm me për kujdesin e tij për Mesjidul Aksa. Ai s'ka me pas punë tjetër të kësaj dunjoje. Fataqabbal minni. Shifeni edukatën në dua. Pranoje prej meje. Pranoje prej meje. Dietarët thonë se edhe Imrani, kur e ka pa vendoshmërinë e Hannes gruas vet, është pajtu me vendimin e saj. Edhe pse disa dietarë thonë se ka konsultu Imranin në këtë vendim Hanneja. Po thjesht ka qenë një dëshire flakt e saj që të vetëm në vlat pas një kohë gjatë që Allah ja ka dhënë të e lënë në shërbim të Mesjidul Aksas. Kuptimin e asaj që këtë dhuratë që Allah ja ka dhënë asaj, ky vlat s'ka ardhur me meritat e me Hannes apo me meritat e Imranit. Kjo ka ardhur dhuratë prej Rabbul Aleminit. Dhe kjo dashti, këtë dhuratë që Allahu ja dërgoi, Allahu t'i ja kthen me falënderim, duke e lënë këtë evlat të vetmin në shërbim të Mesjidul Aksas. Praktikisht të falëndron Allahun azza wa jall për këtë begati që Allahu ja bëri të mundshme asaj që ajo të ndije ngrohtësinë dhe të qamën e evladit saj, apo knatësinë dhe ngrohtësinë e përqafimit të evladit saj. Sepse të qamja e evladit saj ka mesele tjetër që kena me përmet, të merjenja. Fataqabbal minni, pranoje prej meje. Dhe thonë dietar prej etikës në lutje, është që njeriu kur lutet, t'i drejtohet Allahut edhe me kërkesën, duke i thonë o Allah, taqabbal minni. Bane kabul prej meje. Pranoje lutjen time. Jo vetëm Allahut azza wa jall, o Zot, jepëm shërim, jepëm shëndet, jepëm kështu largo makete, po në fund thot o Allah, pranoje prej meje. Kjo është nga etika e duas. Dhe thot Ibn Qayyim rahimullah, kur besimtari është i përkujdesshëm në etikën e duas dhe në tërbinë e duas dhe përcjell rregullorën e duas, është më afër që Allahu t'ja pranon duan e tij. Sepse njeriu dënjera e ka ushqimin halal, e ka veshjen halal, e ka krejt halal, duan e ka halal, ama çka thot o Allah, si dush. Si dush. Pranoma, si dush e për me vlatë, si mos dush, mos më jepë. Kjo s'është etike duas. Nuk ban me i lutë Allahut me thonë si dush. Po Allahut azza wa jalla i drejtojmë me një sistem jara, o Zot, ty të lusë dhe të përgjërohen o Zot jam që me më dhonë e vlatë. Jo me dhonë si tjetë ma hajrepëm, si të, jo o Zot, të lusë që me më dhonë e vlatë dhe me më dhonë
me ma bo e vladin e khajrit. Me ma dhon e vladin e khajrit. Merjemja, Hanneja, falni, u lët në fillim që Allahu t'jep e vlad. Kur I dha Allahu e vlad, kur e vëreti se e vladi fetusi është I gjallë, atër e la e vladin e vetë vakëf shirbetor për shpijën e Allahut, për Mesjidul Aqsa. Dhe në fund tha, fetaqabbal minni, o Zot pranoje prej meje. Këtë dhurat dhe këtë premtim që e kam lënë për ty. Pastaj thot Allahu azza wa jall, innaka antas samiun alim. Në fund ka thonë Hanneja, me të vërtetë o Zot, ti je ai I cili ndëgjon dhe ti je I gjithdijshmi. Ti ndëgjon fjalët e mia, po ti me diturinë tënde absolute e din edhe në jetën tëmë sinceritetin tëmë. Se njeriu shpesh din me fol diçka e me menu diçka. Shpesh din me tregu një jetë të mira me më shif një jetë keq. Njeriu është I prirë dhe është në sprovë të vazhdueshme që të paraqet diçka e të fshet diçka tjetër. Andaj Hanneja tha, innaka antas samiun alim. O Allah tha ti, ja I cili ndëgjon dhe ti je ai I cili je I gjithdijshëm. E din në çdo send, e din edhe të dukshmen time dhe e din atë që e fshehi unë. U mundu t'jetë sinqert deri në maksimum, u mundu që të flion edhe vladin e saj dhe e la vakëf për Mesjidul Aqsa e vladin e saj, krahas asaj që u lut që Allah t'ja bëj kabul, tha ti o Zot e din atë që e shprehi unë dhe ti e din edhe atë që e fshehi në brendin time. U mundu deri në maksimum të manifeston në nështrimin e saj në fuqinë absolute të Allahut te bareke ve taala. Pastaj thot Allahu azza wa jall, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Thot Allahu azza wa jall, dhe kur ajo lindi, kur e lindi fetusin e saj, beben e saj, tha Hanneja, o Zot, unë linda vajs. Unë linda vajs, thonë dietarët, gjatë gjithë kohës, ëndja dhe dëshira e Hannes ka qenë që të lindë djalë. Dhe këtë dëshmon Kur'ani, ajeti që është në vijem. Dhe është shumë interesante se nonat I dojnë më tepër djemt, kurse baballarët I dojnë më tepër vajzat. I dojnë më tepër vajzat. Po flas baballarët që janë ignorant, baballarët që janë të udhëzuar, realisht kjo është një ngrohtësi që ndjehet tek e vlat. Dhe nonat zakonisht gëzohen më tepër kur lindin e vlat mashkull. Sidomos të na në trojet tona mos folmi. Lindja e mashkullit apo të femrës fare varet prej nënës, as prej babës. Këtë çështje ka dikush tjetër ndoshta. Andaj Merjemja, Hanneja, nana e Merjemës, kur e lindi Merjemën, tha o Zot, unë e linda, por linda një femër, një vajzë. Më lindi vajzë. Wallahu a'lamu bima wadat. Thot Allahu azza wa jall, e Allahu e din më mirë se ajo çka ka lind. Allahu është më së I dishëm se Hanneja se çka ka lind Hanneja. Se Allahu azza wa jall prej momentit që ajo mbeti havale, Allahu e ka ditë se çajo pikë e ujit është një piknisje e formimit të një vajze. Që çaj fetus që do zhvillohet si femër, si vajzë.
Andaj Allahu subhanahu thot: "Wallahu a'lamu bima wada'at." Allahu e din më mirë sa ajo çka ka lind. Sa ajo hiç pa e lind, Allahu e ka ditë se do të lindë e vajzë. Dikush do të më thotë sot, si ka mundësi me thonë kështu se Allahu e din më mirë se çka ka me lind, kurse sot këto mjetet të reja përcaktojnë gjinimin dhe thonë është mashkull apo është femër. Themi po, ma kjo është masi që të formohet fetusi dhe të ketë gjini. Allahu azza wa jall e din sa është mashkull apo femër duke qenë edhe pik ujit. Allahu e din edhe hiç pa qenë të martuar çaj mashkull dhe çaj femër se çka kanë me pas fëmijën e parë. Hiç pa qenë të martuar ata. Allahu e din me urtësinë e tij absolute se nga këto dinjitet për ditë do të bëhen burrë e grum, edhe prej këtyre do të lindin çemo 3 djem apo 2 djem e një vajzë. Ashtu apet kena qef me thonë më shumë djem e vajza. Kjo është një tabiat dallashi joni, po Allah na vetë disoft. Gjuha shkon badjalla, të prapim një të kraset ashtu, të shortum. Si do qoftë, Allahu azza wa jall me diturinë e tij absolute e din çdo sen çka ka me ndodh, alo hiç pa qenë ajo e ndodh. Edhe këto mjetet që janë bashkëkohore sot, janë mjete që e din pasi që të formohet foshnja dhe të ketë gjinit përcaktuar me mundër me ditë, edhe pse shpesher edhe ato ndodh, edhe pse janë 3D, 5D, ku diçka une, apet sa apet ndodh që me gabu ato. Apet sa apet ndodh që ato me gabu mos me mujtë, edhe pse në shumicën e rasteve e qëllajnë. Por kjo është masi që të formohet fetusi. Para se me u formu, së munden me ditë. Edhe sa për informat, gjithë njerëzit që mundohen që me ditë edhe kjo qef edhe kjo dëshirë, me këtë shkencëtartë, këto screeninga me thonë, dhe këto incizime janë të dëmshme për foshnjën, nuk është mirë mi bo. Edhe duhet më bo vetëm atë sa ka nevojë. Jo me apo çfarë sy ka, me apo sa është kështu, sa është ashtu, dhe kjo është më diçka që i bën dëm. Atë sa më shumë i nënshtrohet rezatimit foshnja, aq më shumë pasoja dhe dome mundet me pas, andaj kemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm me këtë drejtim. Sidoqoftë, Allahu azza wa jalla thotë, Allahu e din më mirë se ajo se çka ka me lind me Hanea, edhe pse ajo e përmend se kam lind o Zot vajzë. Thot pastaj: "Wa laysa adh-dhakaru kal-untha." Thot Hanea, o Allah thot, nuk është mashkulli i barabart me femrën. Me një farë forme, kjo Hanea i thot Allahu azza wa jall, unë kum lind femër, e mashkulli nuk është i barabart me femrën, mashkulli është më i fortë. Është më aktiv, më i qëndrueshëm ndaj punëve fizike, për kujdesi për me çdo laksan kërkon një mashkull i cili do të ishte më i fortë, më i fuqishëm, me bardh sende, me pastru, ma normal se mashkulli fizikisht është më i qëndrueshëm ndaj shumë punëve për dallim prej femrës. Dhe kjo është natyrshmëri, dihet askush se konteston një gjë të tillë. Dhe Hanea thot, o Allah, dhe me kishte qenë mashkull, do t'i shërbente më shumë me zë laksas. Mu më lindi femër, e femra dihet se është e përkufizume në aktivitetin e saj fizik në përkujdesin e me zë laksas. Dhe është e vërtet se në aspektin e punës fizike, mashkulli është më i fuqishëm edhe më i qëndrueshëm për dallim nga femra. Kurse femra i ka disa prirje, i ka draftësi që është shumë më e fuqishme dhe më e qëndrueshme dhe më e aftë se sa mashkulli. Andaj Allahu subhanahu wa taala kalon liç të vetin
që femra dhe mashkulli të bëhen bashkë në martesë, që ta plotësojnë njëri tjetrin. Që të bëhen tamam një trup. Dhe ato dy janë një trup, zatën janë prej një trupit, Ademi dhe Hava, dhe mbetet ligji i Allahut Azza wa Jall që burri dhe gruaja të bëhen një trup, ato ta plotësojnë njëri tjetrin. Jo t'ja gjenë mangësitë njëri tjetrit. Se me doj mos dy palët i kanë mangësitë dhe përparësitë e veta, po këto kur të bëhen bashkë e plotësojnë e bëjnë tamam njëri tjetrin. E bëjnë tamam njëri tjetrin dhe e plotësojnë dhe bëhet një trup i shëndosh. Dhe kur kështu ta kuptojë burri gruan dhe gruaja burrin, kena me pas çift bashkëshortor ideal. Kena me pas jetë bashkëshortore ideale. Që secili kam ja ditë mangësitë njëri tjetrit dhe secili kam ja mbulu dhe plotësu mangësitë njëri tjetrit. Sikur kështu të ishte jeta bashkëshortore dhe jeta reale në frymën islame, nuk do të kishim asnjëherë divorce. Allah na falte, na drejtofte, na përmirësofte. Pastaj thot Hanea, o inni semmejtuha Maryam. Thotë Allah, unë thot bijën time e emërtova me emrin Maryam. Dhe thot këtë ka bëu sa i ka lind. Maryamja. Maryam do të thon abide. Emrin ja kalonën adhuruese, ibadetxore. Ka vendosur që me lonën kujdestarët Mesjidul Aksas edhe emrin ja kanë gjitë ibadetxore, adhuruese. Që ajo të shërben, pastron, të rregullon Mesjidul Aksa, në kohën e lirë të adhuron Allahun Azza wa Jall në brendit Mesjidul Aksas. Pra mostri e bosh, adhurim fizik dhe adhurim shpirtëror. Adhurim praktik, adhurim shpirtëror. Gjithkohë sa e tjeta angazhume duke adhuru Allahun te bareke ve taala. Andaj fjala Maryam do të thonë adhuruese. E devotshme adhuruese kështu me radhë. Disa manot që përmendëm. Edhe pse këto tritë e sodit si dojnë këto emra. Më pyesin ndonjëherë për do emra që as në gjuhën kineze s'mund të shmi gjetë. As shqip nuk janë, as arabisht, as persisht, as turqisht. Ka i gjenë, si kombinojnë, nuk e di. Do me marë për zonit limenkës, me gjithë qënë këtë e bos, delë që se emre. Ka i gjenë, ka i pejdojnë, nëse në marrëvesht. Pse me pas kompleks nga emrat e nonave tonë, nëse një kuptoj. Dhe si sikur me kom babalar dhe nonat tona, do ato tartë prej një bote ndryshme, na kina prej Marsit edhe emrat që tash kina mindru, sa ata janë njerëzi tegër e na kanë këshmi diçka më të avancu. Njerëz rinia jonë mu tërpnu dhe me pas kompleks nga emrat e të parë vetë o të më habit. Dhe shumicën e mesazheve me emrat që më vinë dhe më pyesin, besoni që si di se një gjanë. Se një gjanë asë në Kur'an, asë në hadith pejgamberi, asë në Bibël se një gjanë. Shifeni një besimtare e devotshme, thot unë e vladin te me emërtova me emrin Maryam. Dhe këto del mesel janë në shesh sa lejot që thmin me emërtu me emër sa të linde. Kurse në disa hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam përmendet se fëmijës i përcaktohet emri në ditën e 7, i bëhet akika dhe kështu me radhë, apo? Dhe këtu përmendet se është emërtu sa ka lind Hanea, sa ka lind Maryamën, e kalon më njerë vakëf, dhe ka thonën e emërtova me emrin Maryam. E kalon emrin sa ka lind. Kurse na o gjallarë themi, emra du të milon në ditën e 7. Dhe këtu ka mas mirë mi bashku dy argumentet, se emërtimi i foshnjës përmendet në hadithe sahia që edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam disa sahabë mesin e tyre dhe Enes radhiyallahu anhu që kanë ardhur te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e kanë pyet për emrin dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ja kalon emrin dhe ja ka treguar emrin atyre në momentin kur ka bë Haneke. Haneke është me marrë foshnjën sa të lindë është sunnet, me marrë pak një hurë, me zbut në gojë dhe me adhon fëmijës
me shiju atë ëmbëlsirën e ulmës. Nana ose baba e ban dikush prej të afërmeve. Dhe ajo glikoza, ai sheqeri i ulmës është tej mase i dobishëm dhe i shëndetshëm për foshin e posa lindur. Dhe thonë dietar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam va ka përcaktu, va ka përzgjedh emrat se kanë lind, kurse emri është vëndu dhe është zyrtarizu në ditën e 7. Jo është përhap tek të tjerët. Dhe nuk prish punë që foshnjës ala edhe para se me lind me a përzgjedh emrin, e kur të linde me vendos që qatë emër me alon, e në ditën e 7 me zyrtarizu dhe finalizu, më mirë thonë, atë emër së bashku me akikën që ja bëjmë thmijës. Andaj Haneja tha, o Zot, unë thmijën tem e emërtova me emrin Merjem. Thmijës tem ja lash emrin Merjem. Wa inni uidhuha bike wa dhurrijataha min ash-shaytanir rajim. Thot, o Allah, unë kërkoj prej teje që Merjemen dhe pasardhësit e saj, Merjemen dhe pasardhësit e saj, t'i ruajsh nga shejtani i mallkum. T'i ruajsh nga shejtani i mallkum. Andaj hadithin që transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin yuledu illa massahu ash-shaytanu hina yulad. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka fëmijë që lind e që në lindje nuk e sulmon shejtani. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa yastahillu sarikhan illa massahu iyya illa Maryam wa ibnaha. Thot dhe fëmia piskllon nga goditja dhe sulmi i shejtanit, përveç se Merjemës dhe djalit të saj Isës alayhis salam. Dhe thuhet që Merjemja nuk ka qajt kur ka lind. Dhe thuhet që edhe Isa alayhis salam nuk ka qajt kur ka lind. Se Allahu ja ka pranuar duan Hannes, e cila ka thonë, o Allah, kërkoj prej teje që evladin tem dhe pasardhësit e evladit tem t'i ruajsh nga cytjet e shejtanit. Dhe shejtani edhe Merjemen, edhe Isën alayhis salam s'ka mujt me u bë cytje dhe me i sulmu në momenti kur kanë lind. Krahas shpjegimit shkencor që e ka lindja e foshnjës që duhet me kajt, se foshnja fëmia e cili nuk ka në lindje, në shumicën e rasteve kjo tregon dhe është indikacion me një farforme se fëmia ka ndonjë smundje. Se fëmia kur lind normal duhet me qajt sa të lindje. Kur nuk qan, mjek shqetëson dhe më njëre kanë protokoll caktuar me a kontrollu mushkënit ato, këto e din ata mas miri, por kjo është një nishan se ki fëmijë s'është diçka të rrezik. Ka ndonjë shqetësim shëndetësor. Kjo është në aspektin shkencor. Në aspektin fetar, është se fëmia kur lind, do të më njëherë sulmohet prej shejtanit të mallkum, se çdo fëmijë lind me natyrë të pastër. Edhe lindja e një fëmijës me natyrë të pastër, se derisa është në barkun e nanës së tij, është i mbrojtur. Është me natyrë të pastër. Kur lind me natyrë të pastër dhe shejtani mundohet prej në lindje me ngacmu dhe me shqetësu, dhe në aspektin islam njëna nga arsyet pse qanë fëmia është edhe ngacmimi i shejtanit të mallkum. Haneja e luti Allahun që Allahu Merjemen dhe pasardhësit e saj. Pra Merjemja nëse lind pra fëmijë, Allahu t'i ruaj edhe fëmijët e saj nga cytjet e shejtanit. Dhe Allahu ja bëni kabull këtë dua, edhe një gjë të tillë dëshmon edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sipas transmetimeve që i përmend Ibn Kathiri në tefsirin e tij. Pastaj thot Allahu azza wa jall: "Wa inni uidha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim." Dhe o Zot, kërkoj dhe të drejtohem ty me lutje që bien teme edhe pasardhësit e saj, gjithë pasardhët e saj, që t'i ruash nga cytjet e shejtanit të mallkum. Dhe Allahu këtë dua dhe këtë lutje e pranoi edhe për Merjemen, edhe për pasardhësin e saj Isa alayhis salam kur lindi dikur më vonë. Shifeni, duaja s'ka timing.
duan e bën ti shtash, o Allah, ruma këtë vlad dhe ruj pasardhësit e me. Dhe Allahu ta ruan edhe vladin tënë dhe i ruan edhe pasardhësit e to. Edhe kështu duhet mu kalit baballar dhe nonat që me bo dua ma gjithë përfshirëse, ma të gjana. Se Allahu te bareke ve teala nuk i haron lutjet tona. Allahu nuk haron. E jona është na me kërku prej Allahut, e kur Allahu të na bën kabul lutjen tonë, me do e mos që ajo lutje do të realizohet edhe nëse kalojnë vite e vite e vite. Shifeni, e bëri këtë dua në lindjen e Merjemes, Merjemja u rrit, e dikur më vonë mbeti me havale e lindi Isën a.s. Allahu realizoi premtimin e tij që edhe kur lindi Isa a.s. shejtani mallkun të mos ketë çështje dhe mundësi të i ban cytje dhe vezvese dhe sulm Isës a.s. Me kaq përfundojmë me ajetin numër 36 nga sura Ali Imran. Inshallah do të vazhdojmë në javën e ardhshme nëse kemi ymër dhe shëndet. Zoti ju shpërblet e dhasht mira, walhamdulillahi rabbil alamin.